Isa Berisha, kryetari OVL-s së Dega në Prizren, ka reaguar ashpër lidhur me kërkesën e prokurorisë speciale në gjykatën e Hagës. Ai me këtë rast ka shkruar: "Ne si OVL e UQK-s në Prizren, me vëmendje të plotë jemi duke përcjellur fjalën përfundimtare të prokurorisë speciale në gjykatën e Hagës. Jemi thellësisht të befasuar dhe të revoltuar me kërkesën e prokurorisë, e cila ka kërkuar dënim deri në 45 vjet burg për secilin veç e veç. Kjo kërkesë dëshmon edhe një herë se kjo prokurori nuk ka marrë për bazë asnjë dëshmi dhe asnjë fakt real për figurat më të mëdha të kohës, të cilët ishin pjesë e luftës çlirimtare dhe themelimit të shtetit më të ri në Evropë, Republikës së Kosovës. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ajo që po ndodh në gjykatën speciale do të mbetet pa u ballafaquar me të vërtetën. Gjykata do të marrë parasysh të gjitha dëshmitë dhëna nga themeluesit dhe mbështetësit e shtetit të Kosovës, si General Wesley Clark, Chris Hill, James Robin dhe shumë figura të tjera të rëndësishme, të cilët ishin udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aleancës më të madhe ushtarake në botë, NATO-s. Pavarësisht përpjekjeve dhe propagandës së qarqeve të ndryshme armiqësore, tashmë është dëshmuar qartë se ushtria çlirimtare e Kosovës kishte shumë kundërshtar që jo vetëm e luftuan luftën e drejtë të popullit të Kosovës, por përmes së propagandës dhe lobimeve për interesa personale tentuan të njëllosin atë. Këta individ dështuan të jenë pjesë e një procesi madhështor historik që radhë ndodh, siç ishte epoka Skënderbeut, shpallja e pavarësisë nga Ismail Qemali dhe së fundmi themelimi i shtetit të Kosovës. Këto arritje historike u kanë penguar dhe vazhdojnë të pengojnë qarqeve të Serbisë dhe Rusisë, por kur nuk do të arrijnë ta zhbëjnë këtë realitet. Liria e Kosovës është fituar me gjak, me sakrificë dhe me qëndresë të madhe, dhe kjo nuk mund të mohohet e as të fshihet. Jam thellësisht i zhgënjur me disa reagime dhe shkrime në rrjetet sociale, ku pas një ndjenjë përgjësie apo ndërgjegjeje, disa qytetarë lëshojnë akuzat të rënda e të pabaza, duke vënë në dyshim luftën e UQK-s dhe sakrificën e çlirimtarëve. Është e papranueshme që ata sot gëzojnë lirinë të sulmojnë ata që e sollën këtë liri, duke barazuar çlirimtarin me bashkëpunëtorin e armikut. Të gjithë ata që shpifin dhe akuzojnë pa fakte, duhet të kenë të qartë se vërteta historike nuk mund të ndryshohet. Lufta UQK-s ishte e drejtë, çlirimtare dhe e shenjtë për popullin e Kosovës dhe ajo do të mbetet e tillë në histori. Prandaj sot dhe me zë të lartë boll më, liria ka emër UQK, liri për çlirimtarët dhe për krerët e UQK-s. Isa Berisha, kryetari OVL-s Dega në Prizren.